Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti, ky është edicioni informativ i lajmeve ai orës 11 në ekranin e Report Televizion. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Të jashtëzakonshme që bëhen në një kohë kur kryebashkiaku mbahet në burg nga gjyqi i quajti kryeministri Edi Rama, zgjedhjet e 9 nëntorit në Tiranë. Ai tha se megjithatë kryeqytetasit duan një kryebashkiak në krye të punëve, teksa ishte me kandidaten Ogerta Manastirliu. Në episodin e tij të parë të podcastit flasim për këtë sezon. Diellën ministrin e parë virtuale, kryeministri Edi Rama e cilësoi një histori suksesi që ka ngjallur kuriozitetin e të gjithë botës dhe ka shfaqur një imazh të Shqipërisë sikur më parë. Në podcastin flasim, Rama u ndal edhe tek integrimi dhe se fsheu ambicien që vitin e ardhshëm të nisë mbyllja e grup kapitujve të negocimit. 58 vjeçari që u vran brëm nga një atentat i mirë organizuar në Sarandë merre me transportimin e turistëve në qytetin bregdetar. Report Televizion mëson se për vrasjen e tij një grup hetimon është nisur nga Tirana. Mjeti Isuf Jaçaj u hodh në erën brëm pak para mesnatë në atentatin që dyshohet se ka ardhur prej hakmarrjes. Në vetëm 9 muaj nga Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit janë nisur drejt Kolumbisë 1 milion euro fitime nga aktiviteti i prostitucionit të grupit që u shkatrua 2 ditë më parë pas një operacioni shqiptaro-kolumbian. Report Televizion mëson se agjencia imobiliare apo dhe hotele, 10 banesa dhe Airbnb janë vendosur në dispozicion të prostitucionit. Blerjet e detyruarat valutës edhe mbi planin me qëllim stabilizimin e kursit të këmbimit, si dhe eurobondi marrë në fillim të këtij viti e kanë çuar rezervën valutore në nivelin më të lartë historik. Referuar shifrave të Bankës së Shqipërisë, rezerva valutore kaloi vlerën 7 miliardë euro duke u rritur me 1.2 miliardë krahasuar me gushtin e 2024-s. Raporti i fundit i kontrollit të lartë të shtetit zbulon një situatë alarmante në trajtimin e pacientëve me tumor në Shqipëri. Pothuajse gjysma e barnave të autorizuara për këtë sëmundje nuk janë importuar asnjëherë, ndërsa disa prej tyre rezultojnë të skaduara, por ende figurojnë në sistem. Nuk mungojnë as rastet e ngatresave me recetat. Mbrëm Ukraina ju nështrua përsëri një sulmit përbashkët rus, mbi 50 raketa dhe rreth 500 dronë sulmues, njoftoi presidenti Ukraina Zelenski. 5 persona u vranë në sulme, 10 u plagosën. Goditen qytetet energjitike, ndërkohë që Polonia është në gatishmëri ajrore.